Më 8 nëntor 1941 në qytetin e Korçës shpërtheu demonstrata antifashiste, ngjarje që ka zënë një vend të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë, duke pasuar demonstratën e madhe të mbajtur në Tiranë. Fashistët përdorën forca të mëdha për shpërndarjen e saj, duke përdorur edhe armët e zjarrit. Rezultati i dhunës fashiste ishte vrasja e Kocibakos dhe plagosja e shumë demonstruesve të tjerë. Në nder të kësaj ngjarje është mbajtur në Korçë një takim përkujtimor. Ishte një nga ato demonstratat e para të krijuara në Korçë dhe ishte promotori i një lëvizje të re për liri e për demokraci. U përlesh me armikun dhe këtu armiku i armatosur me armë mundi të godas deri aty sa të godas 3 herë me fishek Kocibakun, i cili mbeti i vrarë, por në këto mbjete. Të pranishëm në këtë takim kanë qenë veteran, përfaqësues të familjeve të dëshmorëve, si dhe nxënës të shkollës 9-vjeçare mësonjtoria e parë shqipe, të cilët kanë vendosur buqeta me lule në lapidarin e ndodhur në Bulevard Republika.